rëndësishme. Themi edhe një herë vizionit biblik të kishës. Cili është vizioni biblik I një kishë? Kur mendojmë për fjalën vizion, për termin vizion, duhet kuptojmë çfarë është vizioni. Përpara se neve të ndërtojmë një të tillë. Dhe jam I sigurt që secili nga ne do të kalojmë në disa pasazhe biblike, nuk kemi një pasazh biblik vetëm, kemi disa pasazhe biblike ku pik pas piki le të shikojmë ato hallkat apo kolonat e vizionit biblik që çdo besimtar duhet të ketë. Kur flasim për vizionin, personalisht kur mendoj kur dua të ndërtoj një vizion për të ardhmen, qoftë kjo për vetën time, për familjen time, për punën, për gjërat të cilat kanë bëjnë me mua personalisht, ose me familjen time. E shikoj vizionin si një ndërtet, si një shtëpi. Shtëpia është aty. Është një shtëpi me një portë të bukur, është me pemë të rregullta, me vende për të fushuar, me lule, shtëpia është ndërtuar mirë, ka gjykate, apo 3 apo 1. Varet se si është ndërtuar, ka ato pjesët e veta përbërëse, çdo gjë është në vendin e vet. Edhe ne shikojmë shtëpinë, edhe e marrim për krishterë ashtu, por ne kuptojmë që për të ndërtuar fillimfare ajo shtëpi, është dashur një ide, është dashur një vizion. Se ku do ndërtohet, si do ndërtohet, sa metra katror do ndërtohet, çfarë do ketë parë, çfarë do ketë mbrapa, çfarë do ketë anash, dhe si do jetë struktura e saj. Vizioni, nëse do të jepja një shembull më konkret, vizioni është arkitektura e kësaj shtëpie, është skica. Fillim fare, është ideja që unë kam për të ndërtuar një shtëpi dhe kam nevojë për një arkitekt. Kam nevojë për një arkitekt I cili të më ndërtojë një shtëpi sipas vizionit tim. Dhe unë ja them arkitektit se si është vizioni, si është një shtëpi. Edhe është arkitekti që e herë dhe realizaton e skicon të shtëpi. Është korridori, është kaq metra katror, është një dhomë gjumi, është një dhomë për fëmijët, është një sallon, është tualeti, janë fillimfare janë themelet, janë kolona që do të mbajnë muret, janë trare që mbajnë çatia, të gjitha këto elemente. Është portiku që është pa veranda, e thash oborin, çdo gjë është e përsosur në vendin e vet dhe është skicuesi, arkitekti që e skicon në mënyrë 3D që shikohet nga gjitha anët, për të ketë kujdes pastaj nga installarët për të ndërtuar një shtëpi sipas atij modeli, sipas atij vizioni që unë kam në kokë. Kjo është vizioni, edhe them, shiko, e marrë të vizion, përshë me inteligjencë artificiale, me teknologjinë që ka avancuar, e marrë të vizionin e fusim, japim kompjuter dhe kompjuter ta ndërton. Ta ndërton dhe me video, ta ndërton dhe me 7D, me 6D, si e ti, edhe ta jep komplet shtëpinë siç ti e ke menduar për ta ndërtuar. Edhe e merr këtë gjë, edhe I thua, kështu e dua, fiks. Në shtëpia ime, që do ndërtohet këtu në këtë vend, duhet jetë fiks. Ky është vizioni. Edhe a njëjta gjë vlen për çdo lloj fushë tjetër. E njëjta gjë vlen për vizionin biblik kishës. Ne do të kemi një skicë në kokë, do të kemi një arkitekturë me trarë, me mure, me çapi, me kolona, me themele, me ndarjet e veta, do të themi kështu duhet të ishte, kështu është kisha. E vërtet biblike, kështu është kisha e Krishtit. Kështu duhet ta ndërtojmë me kishën. A duke pasur këtë në mendje, ajo çfarë ne do të mësot është pikërisht do të shikojmë këtë skicë, këtë arkitekturë të kishës, se si ne të kisha në gjydore të shekullit jemi një kishë e vërtet biblik. Pra, kemi një vizion biblik. Kur shikojmë fjalët e Perëndis për vizionin si duhet jetë kishë, neve vizioni më I mirë që ne gjejmë aty, ose e themi përshkrimin më I mirë që ne gjejmë në Bibël, është që kisha e Perëndis duhet jetë një ambasadë e mbretërisë Perëndis në këtë botë. Pra është një ambasadë e mbretërisë Perëndis. Edhe është përshkrim shumë I mirë që Bibla na jep lidhur me të qenit një ambasador, në të qenit ambasador të Krishtit, secili nga ne është një ambasador, është një zëdhënës. Pra I jep zë në këtë rast, flet në emrin e Krishtit. Është një mëkëmbës I Krishtit. Edhe gjithë kisha vetë është një ambasadë. Dhe një ambasadë në ditë çfarë është ambasadë. Ne kemi shumë kollaj për ta kuptuar vetë. Kisha duhet jetë shumë. Marrë ambasadën amerikane, ambasadën tonë në dashur. Edhe
Çfarë është ambasada amerikane në Greqi? Ambasada amerikane është një copë Amerikë në tronë shqiptare. Muret e çka brenda mureve është tokë amerikane. Në momentin që ti shkel brenda, ti ke shkelur territorin amerikan. Ke kërcënuar sovranitetin amerikan të vetë presidenti i Shtetit Bashkuar dhe popullit amerikan. Pra, kjo copë tokë këtu, nuk kam vërtuar, është bashkëpunuar me ju, me popull me kudo ku janë. Kjo është Amerikë, në shkelje këtu, ti shkel në sovranitetin e popullit amerikan, e Shtetit Amerikan. Dhe popullit amerikan është ligj, është kushtetutë. Kur flasim për kushtetutë e Shtetit Bashkuar, flasim për kushtetutë të cilën reviz. Dhe shkruaj për shembull kushtetuta zonave si Shqipëria, që revizet sa herë tonë. Këtë vizë që ndronë kështu, po i dyshim ca vitesh. Dhe, si e tillë, ajo ka rregullat e vet, ka ligjet e vet, ka gjuhën e vet, ka çdo lloj gjëje, domethënë që bëhet brenda, është konform Shtetit Amerikan. Është e huaj para kur futemi aty, neve duhet sillemi ashtu, ne duhet flasim ashtu, ne duhet të ndjekim ato rregulla një për një. Imagjinojeni kishën ungjëllore të shehur në lagjin Don Bosco. Dhe bëri krahasimin e kësaj e kishës me ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Si është ajo për vendin e vet, ne duhet të jemi ne për mbretërinë e Amerikës. Kisha ungjëllore të shehur është një kishë e cila ka rregullat e vet, ka gjuhën e vet, ka traditën e vet, ka të gjithë, ka mënyrën se si flasin, mënyrën se si silleni, mënyrën se si i qasin gjërave. Të vetë, krejtësisht origjinale, krejtësisht ndryshe nga pjesa tjetër e lagjes dhe komunitetit ku ne jetojmë. Dhe komuniteti, kur vjen tu shikon krejt diçka tjetër dhe duhet të ndryshojnë të gjitha rregullave të kësaj ambasade. Dhe në këtë mënyrë ne ndriçojmë drejtën e Krishtit tek një komunitet i cili nuk e ka Krishtin. Pra, të shenjë një ambasadë është shumë e thjeshtë për ta kuptuar, siç është ambasada amerikane apo ambasadat e shtetit të tjera. Për shtetet e tyre, kështu duhet të jemi ne, përfaqësues par excellence të drejtë për drejtë, deus ex machina të mbretërisë perëndisë. Ne jemi përfaqësues, ne jemi zëri, ne jemi megafoni që flet për mbretërinë e perëndisë. Pra fillim fare kuptojmë vizionin, kështu e thua kishën. Pastaj kuptojmë që vizioni është jemi një ambasadë dhe ne duhet të kuptojmë se si funksionon një ambasadë. Për sa i përket vizionit, për sa i përket këtyre arkitekturës, ne do shikojmë kush janë shtyllat e një kishi të shëndetshëm. Të marrim të arkitekturën të ndërtesë. Dhe do shikojmë kush është struktura e kësaj ndërtese. Ndërsa kush është struktura, kolona apo shtyllat tona të besimit për që një kishë e shëndetshme. E para fare është predikimi ekspozues. Fjala e Perëndisë duhet të jetë në qendër. A një kishë, ju mund të shkoni në kisha të ndryshme, shikoni edhe, si do ta njihni që kjo është vërtet një kishë e Krishtit. Fjala e Perëndisë është në qendër. Fjala e Perëndisë jepet në mënyrë ekspozuese, ekspozohet gjithë shkrimi përpara njerëzve, përpara kongregacionit. Predikimi ekspozuet e gjenë të 2 Timoteu 4, 1:4, nuk njërë se këtë tjetër, por ne kemi shumë pasazhe në libër që flasin për predikimin ekspozues. Krishti, që interesant, Krishti, Jezu Krishti, predikimet më të shumta në predikimeve të tij, Jezu Krishti ka predikime tematike. Flet për temat të ndryshme. Do ku flet, për tek predikimin mal, flet për temat të ndryshme. Por Krishti, shikojmë në mënyrën se ai flet, edhe në mënyrën se si përçon mesazhet është ekspozues, është bazohet gjithmonë te fjala e Perëndisë. Ajo është fjala e Perëndisë. Dhe 2 Timoteu 4:1 thotë, është apostulli Paul që i drejtohet pastorit të ri Timoteu, kishës që ishte pastori i kishës së Efesit. Dhe i thotë, po të përbej përpara Perëndisë dhe Zotit Jezu Krishtit, që ka për të gjykuar të gjallë të në dukjen e tij dhe në mbretërinë e tij. Prediko fjalën. Ngul këmbë me kohë e pa kohë, kritiko dhe qorto, këshillo me çdo durim e doktrinë. Konteksti i kësaj është këto fjalë i drejtohen një pastori që flet të kishë, një brifi që administron
gjërat e shenjta të Perëndisë në shtëpinë e Perëndisë. Dhe duhet të predikoj fjalën, të ngul këmbë me kohë pa kohë, të kritikoj dhe shërtoj, të këshilloj me durime të drejta. Të predikoj fjalën sepse predikimi i fjalës së Perëndisë është në qendër të studimeve biblike. Të ngul këmbë me kohë pa kohë, në kohë pa kohë duhet të predikoj fjalën e Zotit. Kohë pa kohë në çdo moment që i jepet rasti. Të kritikoj dhe qërtoj, duhet kritikuar, të rast tash ai të bëhen pastorit, të kritikoj dhe tjetë aty gjithmonë duke hetuar dhe duke kritikuar dhe qërtuar vëllezërit e motrat që mund të jetë duke lënë rrugën e Perëndisë në mënyrë një tjetër. Të këshilloj me çdo durim e doktrinë. Doktrina e vërtet biblike do të jetë të thellë që kanë të një pastori dhe duhet të këshilloj me çdo durim. Pse? Do kesh njerëz të tjerë që jo gjithë e kuptojnë si duhet, gjithë e kuptojnë sa duhet, gjithë e kuptojnë me një herë. Disa mund të jenë kokë fort, mund të kesh probleme mund të ketë lloj njerëz që duhet të ishin duruar dhe gjithsesi që me doktrinë e vërtet ta presh. Por kjo nuk është vetëm, ose mund ta zgjerojmë që nuk është vetëm për pastorët, është për të gjithë. Të gjithë ne kemi fjalën e Perëndisë, lexojmë dhe studiojmë fjalën e Zotit. Të gjithë ne ndajmë Injilin, kemi mundësi të ndajmë Injilin. Pra kjo fjalë për predikimin e ekspozues duhet të jetë thellë në qendër të Perëndisë. Pse e gjitha kjo? Ata vazhdon apostulli Paulli duke thënë arsyeën, sepse do të vi koha kur njerëzit nuk do ta durojnë doktrinën e shëndosh, por sipas ëndjeve të vetëm, do të mbledhin grumbull mësues për të budurisur veshët dhe do t'i largojnë veshët nga e vërteta dhe do t'i sjellin tek prallat. Njerëzit ne e dimë shumë mirë që kjo gjë ka ndodhur po sot. Njerëzit duan të dëgjojnë çfarë duan ata të dëgjojnë. Pa një ungjill që nuk i skandalizon, një ungjill që nuk i fyen, një ungjill që nuk u thot asgjë të keqe lidhur me jetën e tyre. Ata duan të jetojnë si duan të jetojnë dhe duan që ungjilli ta transmetojnë atë në mënyrë që të vërtetojnë që po, kjo që do të bëhet është mirë, por ungjilli që ne predikojmë është një ungjill skandal, është një ungjill skandalizues, është një ungjill që të fyen, është një ungjill që të korrojë, që të tregon natyrën tënde të vërtetë se si të dalësh prej saj. Atë thotë të do, të thotë vërtet. Nuk mund të themi se duam të këtë dhe nuk i themi të vërtetë. Nuk mund të vi dikush të thotë mua Marcel thua shumë të tjetër, ndërkohë që mua nuk më thotë vërtetë se unë nuk e ecur në mënyrë krejtësisht të paperëndishme e krejtësisht imorale. Nuk ka se si këtë dashuri për Marcel nuk e ecur. Ja shumë. Me të çfarë ka gjetur është keq shumë ke punë. Me lëviz nga të kuja, ndryshe i ke pisë punë. Kjo është dashuri. Fillon me të vërtetë, gjithmonë në çdo kohë. Por njerëzit do vi kohë kur njerëzit nuk i duan këtë. Duan që të gënjejnë vetëm të tyre. Armana ka një mësues të mirë që të gënjejnë mirë, që unë ta besoj vërtet këtë gjë. Po ta themi, njëherë themi gënjesht ai shumë sa ve fillim rami i besoj dhe vetë. Ka thënë ti kujdes nga ato, rrisu çel në çdo gjë thotë. Duro vuajtje. A do të shajë kur ta predikosh këtë gjë. Do fryen njerëzit. Do përnjegën, do të rrafin, mund të përgjojnë me duos, me gjëra të tjera, mund të kenë vetëm, mund të torçmojnë, duro thotë. Duro vuajtje. Krye punën në ungjilltarin, por mbushet plotësisht shërbesën për ta. Atë më që ti je i ndershëm përpara syve të Zotit, ecën rrugën e Zotit, je dritë për të tjerë, ti shkëlqen aromën e Krishtit, e harmon aromën e Krishtit. Të vuash për këtë, sepse njerëzit thjesht nuk e duan drejtën, nuk e duan orë. Nuk duan, do të duan të tjerë si ata në momentin e gjë. Porosia numër 1 për të pasur një kish vërtet biblike, vizion biblik për kishën është të kemi fjalën e Perëndisë në qendër. Së dyti është teologjia biblike. Pra kisha nuk mund të jetojë pa doktrinën e shëndetshme. Ne mund ta gjejmë sot shumë interpretime të ndryshme që nuk janë biblike. Merret një fjalë, për shembull, edhe mund të krijosh një doktrinë me të dhe të krijosh pastaj të ftosh njerëz që kanë dashur në mënyrë të gabuar dhe njerëzit të jenë duke shkuar pa ca doktrinave që nuk janë biblike. 2 Timoteu 3:14-17 thotë. Por ti qëndro, thotë Pali Timoteu, qëndro në ato që mësove dhe u binde plotësisht. Qëndro të ato që mësove, u binde plotësisht. Qëndro të leo që të mësove. Gjithçka tjetër që është ndryshe nga kjo, mos e merr si fjalën e Perëndisë. Nuk është. Qëndro këtu, duke e ditur prej kujt i mësove. Mësove prej me, ti ke parë jetën time si kam qenë. Besoj kam qenë të shpi mirë për Jezu Krishtin, kam vullur, kam adhergur e vrarë për shkak të besimit në Krishtin. Pra, duke ditur prej kujt i morë, se nuk kishte Bibla atëherë. Ishte shkrimi, ishte djata e vjetër, por nuk kishte një djatë të re. Pra, mësimet e reja ishin
Kryesisht gojarisht. Këto ishin fillimi I Biblës së shkruar. Por ata nuk kanë ndërtuar fare që në shkruar Biblën. Ai ishte një ide që ajo kishës në Efes me thënë Timoteu të rri fort, sepse ka marrë vesh të shumë për ndjekur. Atje që brenda kishës, po për ndjekin shumë, brenda kishës shumë armiqësi, pra brenda kishës, jo as kishë brenda kishës, dhe ti je I depresionuar, ti je I mërzitur, ti janë fjalës, ti ke menduar të kajdohesh, ti ke menduar se ai ka bërë gjën e duar, apo jo. Qëndroj fort, do të vuash. Qëndro, edhe nëse do të vuash, qëndron atë që mëson. Që një kurrent shumë I madh që ta jep, se cilë për ne sot apostulli I parë. Duke e ditur thot për kujt I mësove, dhe se që nga fëmiria I mirë shkrimet e shenjta. Timoteu, që person kujdesot ishin nga fëmiria, nëna jote dhe gjyshja jote të kanë mësuar shkrimin e shenjtë, që kur ishe bebe, që kur ishe fëmijë, I njeh shkrimet e shenjta. I njeh dhjetë e vjetë. Edhe kur thotë, shiko kur thotë prediko me kohë pa kohë, kur thuhet tek letrat e romanëve që fjala Perëndisë është e ndihmuar, por është e vërtetë, është e drejtë për të korrigjim, për çortim, për mësim, që njeriu Perëndisë I kusosur në çdo gjë. Për çfarë shkrimi është duke thënë? Nga Zanafila deri te Malaki. Në shkrim si po flasim. Flasim për se s'kishte dhjetë. Ai thotë, gjithë shkrimi nga Zanafila deri te Malaki. Ky është shkrimi që kishte ata. Ne kemi të plotsë, ja të mëre, të gjë që na kanë dhënë. Thotë, një shkrim të shenjta që kur ishe fëmijë, të cilat thotë, këto shkrimet e shenjta që ti ke mësuar, mund të bëjnë të ditur për shpëtimin me anë të besimit që është Jezu Krishti. Ata po flet për Zanafila deri te Malakija. Ku Jezu Krishti është në qendër të çdo librit. Ata mund të bëjnë thotë, të ditur për shpëtimin me anë të besimit që është Jezu Krishti, në Krishtin Jezus. Po të lexosh të shkrimet e shenjta që ti je shumë mirë I ke lexuar, ato I ke Krishti. Ju s'ke nevojë fare për letën e re, I Krishtin atje. Te Krishtin e Pavut, na e rëtu. Në për nesh. Diç, do të ngjall. Ato ke përmbushur gjithë shkrimin nga Zanafila deri te Malaki. Gjithë shkrimi është I frymzuar nga Perëndia dhe I dobishur për mësim, bindje, ndrejshje dhe për edukime drejtësi që njeriu I Perëndisë jeti për kryer tërësisht I palisur për çdo vetë. Nga Zanafila deri te Malaki. Ne sot kemi nga Zanafila deri te Zbulesi. Një panoramë të plotë. Pika e tretë, ungjilli është shtylla e tretë e një vizioni për të pasur një kishë tipike biblike. Çfarë do thotë ungjilli? Ndryshimi mes një kishe dhe një jo kishe. Pra, kemi ndryshojmë një kishë me një jo kishë. Ne flasim për ungjil prosperiteti e tjerë, por flasim edhe për kisha që kanë të ungjil prosperiteti. Ungjilli I prosperitetit tim është kërkesisht është një jo kishë. Kisha, këtë në Shqipëri. është një jo kishë. Se të bazohet të paratë, bazohet të pasur, bazohet në ty të ndjesh I suksesshëm. Po nuk kam nevojë të lexoj librin. Nuk shkoj tek German Mamashi ose të shkoj tek një person tjetër të cilët janë ta guru, të cilët ose psikolog, që janë këto trajnerë të famshëm që ma fillojnë njerëz të dhënë shumë para duke thënë njerëzve se si bësh, jesh I pasur, jesh I suksesshëm. Ka libra. Harry Box ka qenë një ato, që kam pas lexuar, kam pas marrë, kam pas lexuar Harry Box, që si të bësh simpatik. Duhet të qesh simpatik në shkollë. Simpatik si sto Maja, do të kisha suksesshëm, kisha orator I mirë. Ai më është për të. I kisha ato, nuk e nevojë, fakt merr ato, edhe krijon një lloj mendësie dhe jeton sipas asaj mendësie. Por çka kam bërë, kam veshur më gjithë, ky është gjithë. Ne çojmë çike, ngulare që edhe krijohet kjo që quhet jo kish. Dërkohë që tu puna flitet I ungjilli I Perëndisë flet për gjëra rëndësishme të larta, rëndësishme më të jashtëzakonshme që është përjetësia. Kemi vende të tjera ku predikohet I ungjilli që nuk është është I keq përdorur, është I keq trajtuar. Për shembull, nëse ne do të marrim, unë kam marrë disa raste, pasazhe nga Bibla të cilat janë nxjerrë nga konteksti. Gjatë historisë janë nxjerrë nga konteksti. Por unë mund të kem folur për atë që do të pali, mund të bëj çka më Krishti që më forcon. Gjithmonë konteksti është I rëndësishëm, është duke folur për marrëdhënien e tij me paratë, duke folur për pasur ose mos pasur. Ky është konteksti I cili të pali. A mund ta marrësh ti dhe ta çosh unë mund të bëj çka më Krishti që më forcon edhe në situata të tjera? Po, mund ta marrësh, por do të kesh parasysh tu, duke folur për këtë gjë. Nuk mund të japësh një mesazh, pali duke thënë tu që ti do të jesh zion do para një ushtrie, mos kesh frikë fare se mund të bësh gjithçka më të mirë që forcon. Edhe çka është tapsosh atje. Ai duhet të thonë një gjë tjetër, kur ti ke Krishtin, ti je I pasur. Dhe pasuria jote nuk varet nga situata, nga kriza dhe nga suksesi. Do kesh krizat dhe suksese.
Por ku ke Krishtin, ti je s'ke absolutisht asnjë lloj tronditje. Shkundi, si po ti si po ngrihesh. Do ngrihesh prapë, por u ngrihe, ti kujdes ku ngrihesh to. Ti kujdes nga herë edhe mund të e thashë parë. Bien në situata ndryshme tjetër, sa? Flasim vetëm financiare, po flasim në gjitha situatat. Bien atëherë të ndihemi më afër Zotit, diçka me Zotin tjetër kemi nevojë. Po kur ngrihem, ne duhet të kemi kujdes shumë kur ngrihemi, kur jemi larg, jemi suksesshëm. Kujdes aty është zona e rahatis. Kujdes atje sepse aty është Perëndia ka bekuar shumë, dhe është falendërues njësoj, e gëzuar njësoj. Edhe ti thosh Zotit që po nuk kam asgjë përveç teje, edhe Zoti ka bekuar me gjithçka. Tjetër që ti nuk e të dhënë më shumë mirësi. Shëndet, punë, jetë, sepse Perëndia e krijoi njeriu për të punuar. Punoje kopshtin, ruaje kopshtin. Puna është në thelb të jetës njerëzore. Njeriu punon në ndershmëri, punon fort, njeriu punoj fort. 6 ditë javës, Zoti punoi një ditë, pushoi. 6 ditë punoi, krijoi, eci përpara. Është një ndër gjë që Zoti e inviton njeriu të punuar fort. Punuar fort, nga ecë përpara. Duke kërkuar Zoti i hap. Ja do ne hapë. Pra, ndryshimin mes një kishe dhe një kishe, kush është unë gjithi? I thënë në mënyrë të saktë. Fjalët e urta 3, 5, 6 thotë, ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Gjoni 5:24 thotë, në të vërtetë po ju them, Krishti, ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar në vdekjen e tij. Sa më duhet të çështë. Marku 16:15-16 thotë, pastaj u tha atyre, dilni në mbar botën dhe predikoni ungjillin çdo krijesë. Ai që beson dhe është shpërzuar, do të jetë i shpëtuar, por ai që nuk ka besuar do të jetë i dënuar. Becimi vjen përmes dëgjimit nga fjala e Perëndisë. Së katërti, shtylla e katërt është konvertimi. Perëndia duhet të japë jetë të vdekurve. Ky është konvertimi. Perëndia që jep jetë të vdekurve. Konvertimi përmes besimit dhe pagëzimit, përmes ujit dhe frymës së shenjtë. 2 Korinjëve 7:14 thotë, nëse populli i cili, kjo mund të jetë nga vargjet më të jashtëzakonshme dhe më inkurajuese në Bibël, dhe më fuqidhënëse. Nëse populli i cili thirret me emrin tim, por ulet, lutet, kërkon fytyrën time dhe kthehet prapa nga rrugët e këqija, unë do ta dëgjoj nga qielli, do t'ia fal mëkatet e tij dhe do të shëroj vendet e tij. Qoftë të jemi të kërkuar shërim për Shqipëri, për vendin tonë, s'ka duke. Le të vi kush të doj, nga UFO, nga qielli të vi në krye shtetit shqiptar. Nuk ka pëlqen më mirë. As bota nuk ka pëlqen më mirë se ç'është. Ky është i vetmi me që Zoti do të bëjë. Ajo që Perëndia në vendin e Izraelit kishte për Perëndi, kishte për mbret Perëndin vetë, kishte edhe për kishte qytetar. Kishte një mbret Perëndi, ku filloi? Atëherë kur thanë kemi na duam një mbret, kemi nevojë për një mbret. E më huën Zoti flurës një mbret. Ne duam një mbret për motor. Zoti u ata. Së pra konvertimi, kur Perëndia do të japë jetë të tekur, konvertohet vërtet një tekur në jetë për jetë. Së pesti është ungjillizimi, shtylla e pestë është ungjillizimi, darja e fjalës Perëndisë. Bota ka nevojë të dëgjojë për Jezu Krishtin. 2 Korinjë 5:20 thotë, ne pra bëheni lajmëtar për Krishtin, sikurse Perëndia të këshillonte nëpërmjet nesh. Dhe ne ju këshillojmë juve për hir të Krishtit, bashkëtohuni me Perëndin. Kjo është ato hyrë të Perëndit. Dhe na, Hanna, Pip, Eliot, Pani, Marcel, Benita, gjithë. Ky është roli. Ne jemi lajmëtar, ti je lajmëtar për Krishtin. Çfarë do thotë kjo? Që ti kur ti flet një tjetri është sikur Perëndia vetë ta këshillonte të tjetrin nëpërmjet teje. Dhe ti duhet ta këshillosh tjetrin duke i thënë, bëj paqe me Perëndin. Bëj paqe me Perëndin, sepse gjithë njerëzit janë në luftë me Perëndin. Dhe di që Perëndia fiton atë mund ta mundesh. Së gjashti, shtylla e gjashtë, antarësia e kishës. Ne, që një gatar, të përkushtuar me dashurinë ndaj trupit, të cili 1 Pjetër 4:8-10 thotë, dhe të keni parasysh gjithashtu dashuri të madhe për njëri tjetrin, sepse dashuria do të mbulojë një shumicë mëkatesh.
Jeni mikpritës njëri për tjetrin, pa murmuritje. Gjithë secili le ta vënë në shërbim të tjetrit dhuntin që ka marrë. Si kujdestar të mirë për hirin të shumë farshëm të Perëndisë. Nëse dikush flet, le ta bëjë si të shpall orakullit të Perëndisë. Kush bën një shërbim, le të bëjë në forcën që jep Perëndia, që në gjithçka të përlevdohet Perëndia nëpërmjet Jezu Krishtit, të cilit i takon lavdia dhe pushteti për shekuj shekujve. Amen. Antari i kishës ka përgjegjësi. Nuk bosh atje antari i kishës baptizohesh, beson dhe kaq. Nuk bosh pjesë e trupit Krishtit i një zhymtyr që ke mundësi të çata, të cilat i vën në praktikë, i vën në zbatim në shërbim mbretërit të mbretërve që është Krishti. Të kishin dhe të kështu, duke për të gjithë bashkë një dhe gjë, që jemi në gjithë të ndryshme në universitet, kemi fondit ndryshme, ne në formën një trup, njësë se trupi ka zhymtyr të ndryshme. Trupi nuk bën të parë në këmbë, nuk bën të parë në dorë, nuk bën të parë syrin e tjerë. Dhe gjithë ne duhet kuptojmë ku janë rolet tona në kish dhe të shërbejmë aty ku rolet tona janë. Pyetja është kush jam unë? Çfarë kush është misioni im? Çfarë di të bëj më mirë në këtë jetë? Aty fokusohu dhe i më mirë që mund të jesh tek ajo që Perëndia ka dhënë. Së shtati, disiplina e kishës. Shtylla e shtatë i pasur një vizion biblik është disiplina e kishës, të ndihmosh kishën të duket ndryshe nga bota. Disiplina e kishës duhet jetë thellë. Ne në shumë raste, në shumë raste dhe nuk zbatohet. Edhe duhet zbatohet më shumë disiplina e kishës. Pra krishterët kanë nevojë të disiplinohen në Krisht. Romakë 16:17 thotë, tani u bëj thirrje, o vëllezër, të ruheni nga ata që shkaktojnë përçarje dhe skandale kundër doktrinës që keni mësuar dhe të largoheni nga ata. Ka një kishë. Po ka një që mund ketë nesër kishë. Kisha një në Perëndisë në një vizion jo. Që kjo kishë të mbushet, kjo ambient të mbushet, edhe kësaj kishë të shtohet të shpëtuar. Ky është vizioni se si për nesh. Po nëse mund kesh njerëz në llojesh, pa mund kesh njerëz që janë përçarës. Duan përçarja, është energji, duan skandale, flasin kundër doktrinës që kanë mësuar. Kujdeso, largohu prej tyre. Largohu prej tyre, sepse janë njerëz të cilët vazhdimisht përçarën e tjerë. Por kisha duhet të disiplinohen. Duhet të disiplinohen. Dhe pasi ti ke disiplinuar, largohu prej tyre, që sa kanë lëzën mend. Sepse ata nuk i shërbejnë Zotit tonë Jezu Krisht, por barkut të tyre dhe me fjalë të ëmbla dhe të bukura me njëjin zemrat e thjeshtë. Shtylla e 8 është dishepullizimi. Më ndiq mua, pra që kohë sa unë ndjek Krishtin. Ti je një dishepull i Krishtit. Dhe ti kur flet për dikon fjalën e Perëndisë, duhet të jetë ti kujdes ta jetosh fjalën e Perëndisë. Ti kujdes se atë që ti thua, edhe e jeton, edhe e bën në vepra. Jo thjesht e thua. Ti thua ti je një tjetër besnik, ti thua ti je i Perëndisë dhe tjerë. Ai nuk shikoj te fjalën tënde, do ta shikoj te vepruar. Dhe ti mund të thuash bashkë me Paulin, më ndiq mua, sepse unë imitoj Krishtin. 1 Korintasë 11 thotë, imitoni mua ashtu si unë jam imitues i Krishtit, thotë Pauli. Do thotë imitoni mua se unë jam, por imitoni mua sepse ashtu si unë jam imitues i Krishtit. Në momentin që unë imitoj Krishtin, më ndiq. Gjoni 8:31-32 thotë, nëse do të qëndroni në fjalën time, jeni me të vërtetë dishepull e tij. Do ta njihni të vërtetën, dhe vërteta do t'ju bëjë të lirë. Fjalë të shkusit, pra, nëse do të qëndroni në fjalën e tij, jeni me të vërtetë dishepull. Do ta njihni të vërtetën dhe vërteta do t'ju bëjë të lirë. Sfundi, shtylla e 9, udhëheqësi. E kam bërë me shtyllë. Në arkitekturë fillim do ishte forcë, do ishte kështu, shtek. Ti ishte rritmi tjetë e 10, por kaq. Kaq kam arritur vizia, udhëheqësia, shtylla e 9, një nga shtyllat e një vizioni, e një kishë një vizion biblik. Ngritja e pleqëve dhe dhjave të Perëndishëm do të kualifikuar. Ashtu se thotë fjala e Perëndisë. Titit 1:5-9 thotë. Por këtë arsye të lash konkret. Që ti të ndreqësh mirë çështjet që janë për të bërë. Dhe që në çdo qytet të caktosh pleq. Shumë. Jo një plak. Një turë të kishës. Sepse në plakën do të çmend, në i mendje. Në bën si do vetë. Për janë shumë, nuk e lënë vetë të çmend. Në duhet disa pleq. Do të caktosh pleq. Ashtu siç të porosita. Secili prej tyre, si duhet jetë një plak kishe. Si duhet jetë një pastor. I paqërtueshëm. Pa të mos gjesh, duhet të themi paqërtueshëm, ti para nuk po flasim për të qenurit njësoj si Krishti, nuk përsosur. Po flasim për që plejtë e kishës nuk duhet të njihen principianec.
Nuk duhet të keni në mëkate të tilla të cilët, unë identifikoj këtë person me X mëkat. Si të papes, si pianec, si vjedhës, gjitha mëkatet që nuk pra me qëllim mëkate, disa mëkate të cilët e identifikojnë këtë person. Pra, ti nuk mund ta identifikosh një plak kishës një pastor me asnjë lloj mëkate. A çka se hy patjetër ka jetën ka mëkate të veta me cilat është duke i për ditë. Sepse ne kemi pleq. Isha për shembull sot që kam edhe po i fjalë për njerëz me influencë. Për influencë, njerëz të cilët e kanë janë studentë mirë që janë zonë, mësues të mirë të fjalës perëndis, në një moment caktuar janë kapur shpejt. Unë gjetur emailë, një grua tjetër, ose e ka automatikisht. Mbet të drejtën për qenë kur në jetën e tij, më një plak kishë. Kur? Sa është fyrja e vetë autoritet, nuk do thotë që nuk ka falje për këtë që sa i pendohet. Për këta persona që se pendohet. Por, në shërbej më kur, pse? Shumë pa që të është. I brurët më mje, janë të specifika, në përdojmë që një person që ti mund gjesh një pasor që zemrojnë në momentin. Ka është mirë të zemrojnë, nuk është e mirë, por, ka një që në zemrojnë, edhe është një moment, rëndësishme të pendohesh dhe ta bësh të gjë sa më rrallë, të mundur, por bëhet fjalë për të gjëra. Imagjinoj edhe ajo bën të drejtën nga kisha, nga paria e pleqësia e kishës për të fituar të drejtën që në një pastor që mësues i fjalës së Perëndisë. Edhe pse ai ka aftësi, dhe thonë ti, në ana intelektuale. Edhe pse është penduar dhe pranohet si një vëlla në mënyrë absolute, ku ka pendese të tjera, por sepse nuk në atakon neve kjo gjykimin, në atakon kjo gjykimin tjetër. Nuk mund të pranojnë këtë gjë. Pse, sepse kena Perëndisë thotë se cili për tyre të jeti paqëmtueshëm, është dhe që ta di mirë se si duhet realisht të jetë një plak kishë. Kur të vëmë duhet mbi të, ose ta miratojmë, sepse kur e miratojmë, je bashkëfajtor, kur e miratojmë. Të jetë bashkëshorti një gruaje të vetme, të ketë fëmijë, këtë fëmijë besimtar, fëmijë të bindur, fëmijë që bindet autoritetit, sepse lasim për besimtarë mund të përndjerë, mund ta bëjmë po të bindur, që të mos përfliten për jetë të shturur dhe për pandëgjes. Janë arrogantë, si ja bëjnë fare vesh as kur. Sepse peshkopi, plak pastor peshkop që sepse administrator. Sepse peshkopi si administrues i shtëpisë së Perëndisë, duhet të jetë i paqëtueshëm, jo arrogant, jo zemërak, jo i dhënë pas verës, pianec. Jo i dhunshëm, jo njeri që largon fitim të turpshëm, jo por mikpritës, mirëdashës, i urtë, i drejtë, shenjtë, i përmbajtur, që mban fort fjalën besnike siç i është mësuar, që të jetë në gjendje me doktrinën shëndosh, të këshillojë dhe bind ata që kundërshtojnë. Amen. Pra kjo